Përparim duke filluar do thot nga në radhë parë hemogrami, që është një analizë thjeshtë dhe përgjithshme. Leukocitet janë domethënë parametër shumë i rëndësishëm, një rritje leukociteve mbi vlera domethënë referente zakonisht domethënë mbi 10, neve na alarmon, domethënë shohim se diçka nuk po shkon, është një analizë e përgjithshme, po është si vije parë. Pastaj kuptohet SRP-ja, proteina C reaktive që ka shumë rëndësi, do thot me pa të cilën neve faktikisht fare dhe nuk mund të gjindemi, domethënë nuk mund të vazhdojmë tutje, duke vazhduar gjithmonë me testet romatike. Testet romatike, domethënë nuk i kërkojmë të çdo pacient që vjen dhe ankohet faktikisht me probleme do thot reumatike, ka rëndësi të jetë të madhe anamneza të cilën faktikisht pacienti na jep, do thot mosha e pacientit. Për atë ndoshta faktikisht edhe në klinik, faktikisht duhet kemi parasysh, domethënë që testet reumatike të kërkohen faktikisht më tepër nga mjekët reumatolog, janë testet të cilat neve i dim kur duhet i lypim të cilët pacienta, ndoshta truhen pastaj faktikisht edhe reagensat për pacienta ku ka nevojë që këto teste domethënë t'i kemi në dispozicion. Për shembull, nëse një pacient vjen dhe na ankohet se ka dhimbje të nyjeve të vogla, ka dhimbje të duarve, të cilat faktikisht i duhet një orë të kalojnë mëngjes që të marr veten të lëviz duart, faktikisht çel për shembull kapakët e shisheve, domethënë të rrotulloj qelsin e derës, atëherë ky është një sinjal i rëndësishëm që taj pacient duhet kërkohet një faktor reumatoid, për arsye se mund të kemi të bëjmë faktikisht me artritin reumatoid, ku faktori reumatoid është parametër i rëndësishëm që kërkohet. Faktori reumatoid në ne. Pastaj kemi, duke ditë se faktori reumatoid është domethënë tani me sensitivitet dhe specifitet të ulët, një faktor reumatoid jo gjithmonë ka të rritur një pacient për shembull që ka reum ngjak, për arsye se mund të jetë i pranishëm edhe tek njerëzit e shëndosh. Ka një përqindje, ndoshta e vogël, themi ashtu 2 deri në 4% të njerëzve të shëndosh që kanë faktorin reumatoid pozitiv. Nuk duhet asnjëherë të harrojmë se faktori reumatoid është menduar domethënë përpara që është specifik vetëm për artritin reumatoid, po tani e kemi pa kohët e fundit se po gjendet edhe në smundjet e tjera pozitiv. Mund ta gjejmë për shembull tek pacientët që kanë probleme me mushkëri, probleme pulmonare. Pastaj do të thotë faktori reumatoid gjendet i rritur edhe te pacientët me smundje të mëlçisë, hepatitet. Për shembull, një hepatit B, pacienti mund të ketë faktorin reumatoid pozitiv. Jo gjithmonë, domethënë vuan nga artriti reumatoid. Ma specifike që e kërkojmë është anti-CCP-ja. Pra po e cekim gjithmonë kur klinicisti dyshan, nuk është anti-CCP-ja analizë themi ashtu rutinë, që mund ta përshkruajë çdo mjek edhe të kërkohet ndoshta te pacientët ku fare s'ka pas nevojë mu kërku një anti-CCP. Do thotë që neve shpeshherë edhe shohim. Domethënë anti-CCP-ja është analizë me specifitet të lartë. Është shumë specifike, do thotë është diku e pranishme nda mbi 97% të pacientëve me artrit reumatoid, është specifike për artritin reumatoid. Kjo mund të jetë e pranishme tek pacientët edhe pa artrit reumatoid.